në fajdije, në grabitin e njerëzve dhe shitjen e tyre si sklever. Sal të përgatitur me dorëshkrime të viteve 1630-1652, ku këto dorëshkrime, siç e kam theksuar edhe në programin e mëparshëm, gjiten në bibliotekën e Fermës së Italisë dhe atje janë zbuluar dhe janë nxjerrë në pa nga shumë i nderuari kërkuesi Mark Palnikaj, i cili, siç thekson ai, këto dokumente për qindra vite me radhë, për më se 360 vite me radhë, janë në raftet të pluhurosura të bibliotekës së Fermës, ku nga shumë dietarë dhe kërkues, historian të botës, këto letra janë lexuar, asnjë nuk e ka marrë mundimin që t'i përkthej dhe fal të nderuarit zotit Mark Palnikaj, sot ne i kemi në dorë. Në kapitullin e 4, çfarë do të shikojmë? Në kapitullin e 4 do të shikojmë nevojat që ka Shqipëria në atë kohë për misionet apostolike. Në kapitullin e 4 do të shikojmë në mënyrë të theksuar se si Imperatoria Osmanlie, që në atë kohë zotëronte kudo në çdo cep të Shqipërisë dhe të Ballkanit, se si ka përdorur forcën dhe dhunën për të kthyer popullsinë shqiptare ortodokse apo të krishtere për ta kthyer në fenë që predikonin në fenë islame. Këtu do të shikojmë një gjuhë të rreptë ku autori në dorëshkrimet e tij, pra autori i cili ka përmbledhur këto dorëshkrime Sospelo, duke vajtur në çdo treve të Shqipërisë, në çdo cep të Shqipërisë, në çdo cep të trojave arbërore, duke bërë kërkime dhe studime, qenë prezent i jetës së asaj kohe. Këtu do të shohim një dorëshkrim shumë të rreptë kur e krahason Imperatorin Osmanlie dhe Osmanlin e asaj kohe. Veprimet e tyre i krahason si një gjarpër i helmuar i cili helmonte gjithçka të mira. Por le të lexojmë dokumentin dhe shohim se çfarë përmban. Është kapitulli i 4 i librit Relacion Universal, nevojën që ka Shqipëria për misionet apostolike. Kapitulli 4. Kaq e madhe dhe kaq e shumtë ka qenë gjithmonë keqdashja djallëzore dhe smira e satanait, saqë ose për vete ose për të tjerët nuk ka pushuar asnjëherë dhe as pushon në luftë që bën për të përndjekur veprat e mira dhe virtytet e shenjta të të mirëve. Prandaj mendoj se nuk është për të çuditur nëse nga anëtarët e saj janë të flyrë me smira dhe dëshirat të trupit e të interesave të kësaj toke, të verbuar deri në keqbërje, kanë qenë gjithmonë kritikues dhe shpifës ndaj misionerëve apostolik të Shqipërisë. Mirë po, ata që nuk e dinë se malet e larta janë të plagosura nga shigjetat, kështu gjithmonë dhe ndaj të vërtetës, kështu edhe nga përparimet që bëjnë më të mirën, pason smira dhe veprimi i të poshtërve. O hyj i pavdekshëm, që kjo nuk vjen prej tjetër kënd, por nga dashuria e pakët e prandaj kushdo me sytë e mendjes e të pastruar mirë, e nga çdo terren dhe pasion sensual i titërsuar, të merrte vesh gjendjen e mirët e vajtueshme të shpirtrave që banojnë në mbretërinë e piriote. Patjetër që do të kishte nevojën të refente, të kërkonte për nevojë që të skajshme që për misione apostolike ka pasur të kaluarën dhe tani për momentin më shumë se kurrë në këtë vend. Pika 2. Të themi të vërtetën, kush është ai që shen një masë të panumërt njerëzish, të krishterë, të përfshirë në tërbime demoniake e nuk shqetësohet as pak. Nuk ka në mëshirë për ta. Ta thonë me forcë se ata kanë nevojë për ndihmë. E kush është të zemërgur që duke e ditur mirë se shumë shpirtra bie në kalbëzim e në kënetë, se shumë shpirtra të shëlbuar nga gjaku tejet i çmueshëm i Krishtit për mungesë të besimit të vërtetë e duke mos e njohur rrugën e qiellit, mund të them se a nuk ka në këto krijesa nevojë që të jetë dikush t'ua tregojë rrugën? Patjetër, nëse bëhet fjalë për turqit të cilët janë më të shumtë në numër se të krishterët, e këta të kthyerit kanë nevojë të madhe që dikush t'ia japë dorën e t'ua heqë vepirinë, në të cilën gjenden, prandaj që edhe pse duket qartë se Satani e mban këtë sekt të poshtër, sigurisht të ishte një vërtet jo më pak, ata besojnë profeti Muhammed është një profet i vërtetë. Këtu shikojmë edhe luftën e besimeve fetare. Dhe e mohojnë në këtë mënyrë misterin e tirinisë, të shenjtë dhe të shërbimit të gjinizë njerëzore të kryer nga Jezu Krishti. Nuk mund ta mohoj askush sepse edhe në librin e shenjtë të Kuranit shkruhet askush nuk mund të bëjë dallime në mes profetëve të dërguarve të mi. Pra, si të krishterët Muhamedit, si muslimanët, Jezu Krishtin nuk mund ta mohojnë. Zoti ynë, që janë themelar, kryesor të jetës së shpëtimit të përjetshëm të besimit tonë, e që për këtë arsye se fundosjes së sigurt të vdekjes dhe të vdekjes së përjetshme që i pret, kanë nevojë për ngushme për predikuese të fjalës së hyjit. Pika 3. Nëse do të flitnim pastaj për krishterimin, nuk ka asnjë dyshim se ai gjendet mes Kudrës dhe Çekanit, sepse mortaja e mallkuar e turkut në formën e gjarprit të helmuatisur është si një djall i ferrit për kthime të egra me kërcëni
dënime dhe këmbëngulje që kërkon të realizojë si edhe për përzierjen në dreka, bankete, pushime dhe zakonet e tjera, e që me frymën e saj të neveritshme ka helmuar dhe sjellë murtaj në çdo të mira. Pra këto letra janë shkruar, këto dorëshkrime, nga rrugët që kanë bërë fretërit në atë kohë, në fshatra, në qytete, në provinca të banuara nga shqiptarët dhe nga turqit e përzierëta asaj kohe, dhe duke marrë parasysh jetën dhe gjendjen e atyre, këto dorëshkrime janë shkruar dhe janë dërguar në institucione më të larta. Për këtë arsye, duhet thënë se të gjitha zakonet e mira që të krishterëve janë turqizuar, gati të gjitha shpresa e sigurt e lumturisë së ardhshme dhe shpëtimi i përjetshëm për shkak të dogmës së mallkuar muhamedane, që secili të mund të shpëtohet nga besimi i tij. Pra të krishterët në atë kohë, duke parë dhunën që kanë nga imperatoria saj kohe, ka këtu autori që ka mbledhur këto shkrime, që ka shkruar dhe që ka përshkruar, ka përdorur një gjuhë shumë të ashpër. Shumë kanë qenë aq të infektuar sa që janë bërë të paqëndrueshëm, të luhatur e të pafortë në shpirtrat e tyre. Madje kaq ka paruar e keqja sa që pa ndihmën hyjnore nuk mund të thuash se ka një ilaç, po ta shohësh punën vetëm në aspektin njerëzor, që kam thënë vërtetohet, po ta shohësh turkun që jeton më i lëzuar e më i pasur me toka e prona, me fshatra të mira e të përkohshme, se sa të krishterët, sepse u ka thyer qafën një numri të pafund shpirtrash, e po kështu është shkaku që sot shumë njerëz e humbin besimin. Në atë kohë, ku janë zaptuar tokat, patjetër që ka ardhur njerëzit i ka futur në pozitë të vështira, i ka kërkuar takse, i ka detyruar nëse nuk ktheheni fen, të ktheheni në fen time që jo të predikoj unë, do të paguani taksa të rënda, i ka kaluar në majë të shpatës, i ka marrë fëmijët, i ka dërguar në shkretë e tjera të Arabisë dhe vetë ka bërë saltanatin dhe tokat tona janë shitur për një femër në harem. O mjerim i madh dhe fatkeqësi e për shpirtrat e ftuar në gjakun e Krishtit, po cili është shkaku fillestar i kaq shumë dëmeve që pësohen, përveç padia e popullsive dhe njohja e pakët që kanë për Jezu Krishtin. Mungesa e punëtorëve dhe pakujdesi, mos formimi dhe verbimi i tyre, taksat e rënda dhe detyrimet titanike, shtypja dhe punët angari që bëjnë, u imponojnë turqit besimtarëve të shkreta. Pra e keqja është sepse nuk kemi pasur shkolla, nuk kemi shkrime, nuk kanë studiuar, kanë qenë të shtypur në shtëpinë e tyre dhe sot shpalosim arkivat e botës dhe shikojmë se çfarë shkruan bota, pra çfarë shkresash mund të nxjerrim nga sheku më parë që na përkasin ne. Ignoranca është kaq e madhe gjithkund, por kryesisht në malet, saqë jo vetëm që janë panjohurinë e domosdoshme të gjërave për shpëtimin e shpërjetshëm, por ajo që është më keq është se në ta sundon ignoranca që është e prirë për keqbërje dhe prirja perversitet, e cilas nëna e poshtër krijon në mendjet e tyre dy krijesa të këqija, të cilat sikurse u thotë Shën Agostinini, janë gënjeshtra dhe dyshimi, njëra më e mirë se tjetra. Pra gënjeshtra dhe dyshimi me të vërtetë janë shumë të rrezikshme. Janë më e mirë se tjetra. Kjo tjetra më e mbrapshtë se tjetra, njëra e dëmshme e tjetra shqetësuese. Pika 5. Ignoranca. Pastaj dhe njohuria e pakët e Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton, mes të gjitha fatkeqësive të vdekshme, mban vendin e parë, sepse askush nuk mund të shpërtohet pa njohjen e autorit të shpërtimit. Duke thënë, sikurse thot Krishti në Ungjillin e Gjonit të kapitullit 17, kjo është jeta e përjetshme, që të njohin ty o ati përjetshëm dhe ato që dërgove, Jezu Krisht. E prandaj, ata që me dritën e besimit të krishterë katolik përdorin syrin e mishit, asnjë lloj mirimi nuk mund të duket më fatkeqëse dhe përvajtshëm kur shes se vdekja e përjetshme godet një masë aq të madhe njerëzish për shkak të mos mirënjohjes të Krishtit dhe për mungesë të tij që ti ushqeje me bukën e shenjtë të Ungjit të shenjtë dhe doktrinën e nënës, kishës. Pra vërec në malet në veçanti, pak nderim kanë në kishat, rrallë shkojnë në meshat, pak i vlerësojnë sakramentet e shenjta. Nuk u japin as pak rëndësi rrëfimeve, gati kot për mendimin e tyre ruhen Eukaristia e shenjta. Pra kemi qenë gjithmonë të etur për të luftuar dhe jo për dije, prandaj se kemi vënë rëndësi absolutisht asnjë dije. Pra vërec në malet në veçanti, pak nderim kanë në kishat, rrallë shkojnë në meshat, pak i vlerësojnë sakramentet e shenjta, nuk u japin as pak rëndësi rrëfimeve, kot për mendimin e tyre ruhen Eukaristia e shenjtë, abuzojnë me martesat, u besojnë lehtësisht supersticioneve, besojnë se në gjendje shpëtimi janë muhamedanë dhe kryen 101.000 abuzime të tjera
më shumë vende sikurse do të shihet në relacionet vjetore nga të cilat janë dominuar. E me të vërtetë ato abuzime i shikojmë edhe sot ku në zonat e Arabisë dhe në Turqi biles po martohen fëmijëta me njerëz të moshës 30, 40, 50 vjeça. Dhe po bëhen përdhunime në familje që kanë filluar edhe në Shqipëri. Pika 6. Masa e madhe e kaq shumë të këqijave ndodh nga mungesa e punëtorëve të mirë të ungjillit, nga negligjenca dhe nga verberia e të këqive, me që duke folur për male ka shumë popullsi që nuk shohin këtu me shtarë, por vetëm 2 ose 3 herë në vit. Edhe pse shkojnë, edhe nëse mes të tjerëve e kanë zakon të shkojnë të banojnë, janë aq të varfër në njohje, jo vetëm që nuk dinë të shkruajnë, por me vështirësi të madhe lexojnë ritualin e meshës së shenjtë. E ka prej atyre që po kështu nuk ja dalin të lexojnë kuficën hyjnore dhe nuk di të thotë meshën, sidomos duke folur gjithnjë me nderim për zakonet e mira, disa i kanë shkthurur ata, saqë me siguri mund të themi se si është populli ashtu janë edhe meshtarët. Nuk duhet të habitemi. Pra, nëse pjesa më e madhe e krishterimit të shqiptarëve të malëve, që është pjesa më e rëndësishme e krishterimit shqiptar, është si një barkë pa drejtues, si një vresht pa një gard, mbrojtës, rrethues, e pra, e kthyer, e egër dhe që ja kanë marrë frymën ferrat, kithrat dhe bari i keq dhe është si një kale i tërbuar pa fre, e që është gjithnjë në vrapim. Është plot me kurorëthyerje, poligami, konkubinate të turpshme, me hajni dhe grabitje, në fajdije, në grabitin e njerëzve dhe shitjen e tyre si sklever, në përbuzjen e sakramenteve me 1000 veprime korruptive. Nuk mund të ndreqen. Mjek shëro vetveten. Mundim që kanë bërë në të kaluarën dhe e bëjnë edhe tani misionarët në këta male që përmenda. Më sipër, nuk janë vetëm për këta vende që thashë, por riferohen edhe relacioneve vjetore. Pika 7. Në fushat, pastaj kur etërit misionarët hynë në Shqipëri, meshtarët gjendeshin shumë pak dhe këta pak ishin e janë të paformuar, por pak kohë më vonë, nuk e di për shkak të zellit hyjnor, apo atij diallozor, u shuguruan një numër të madh saqë pak fshatra gjenden ku të mos ketë 2 apo 3 meshtar, të cilët po të përjashtosh disa nxënës të kongregatëve të shenjtë dhe të tjerë nga etërit misionar të formuar e të mësuar me vetëm aftësinë që të lexojnë, janë krejtësisht të pashkollë. Duhet thënë e pranuar se me asistencën e vazhdueshme të misionarëve popullsitë janë shumë të formuara e të përgatitura në gjërat që i takojnë shpëtimit të përjetshëm dhe meshtarët janë të zellshëm e të vendosur në kultivimin e vreshtit të Zotit, duke celebruar meshtarët të dielave, ditëve të festave dhe ditët e tjera, si dhe duke administruar sakramentet në kohën e duhur, duke varrosur të vdekurit dhe duke kryer funksionet e tjera famulitare, pa paregjikuar megjithatë të mirët ky abuzim mbretëror mes tyre që edhe pse nuk e dinë se çfarë është simonia, pra përfitime nga kulti i shenjtë, me vetëdije e dinë jo më pak në shumë vende të tjera duke e praktikuar atë, sepse liria e ndërgjegjes që a lejon turku bën që me pushtetin e tij për të siguruar të ardhurat në para, njëra palë përjashton nga famullitë, disa e prandaj nuk mungojnë ata që nuk hyjnë në përdera. Pika 8. Kur në fund të vuajtjeve dhe poshtërsisave plot helme që përmenda u janë shtruar taksat dhe detyrimet të rënda të pushtetit titanik turk, angaritë e përbindshme dhe shtrëngesat e ulëta nga zotëritë feudal që u bëjnë të krishterëve të malëve, si dhe të fushave ku sulmojnë, duhet konsideruar si e vërtetë se janë të detyruar nga shtrëngimi. Se të thuash që të humbasësh jetën e përjetshme për jetën në këtë tokë, humbasin qiellin për ferrin dhe humbin hyjin. Autorët që çdo të mirë për të fituar djallin, nxitës i çdo të keqje. Kështu është humbur Skuria. Në këto rrethana edhe kushte ka përfunduar Benda, pjesa më e madhe e Musia, Bazi, Bandësia, Mati, pjesa e Qermenikës dhe vende të tjera që për arsye që nuk dua të zgjatëm, po i lë pa përmendur dhe për këto arsye e kanë mohuar besimin e shenjtë. Pika 9. Duke përfunduar pra me fjalën e Shënt Palit Apostoll që thotë se hyj do që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të mbërrinë në njohjen e së vërtetës. Nuk mund të shpëtohen njerëzit nëse nuk të rrasin, duke thënë vete, kushdo që e thret emrin e hyj do të jetë i shpëtuar, dhe nuk mund të thrasin nëse nuk i besojnë atij, dhe nuk mund të besojnë atij nëse nuk e dëgjojnë, dhe nuk mund të dëgjojnë nëse askush nuk ja predikon, dhe nuk mund ta predikojnë nëse predikuesit nuk dërgohen. Që nga i pari e deri tek i fundit, ky hyj do që të pranohet nga njerëzit që të shpëtohen, ata që e thrasin emrin e
tij. E Sirilloja do dhe urdhëron që nga selia apostolike në të cilën rri pushteti suprem, të caktohen misionet dhe misionet dhe të dërgohen për të predikuar dhe të shpallin ungjillin kudo që është nevoja në mënyrë që kushdo që të mund të therras, të besojë atij e të justifikohen e të shpëtohen nga ana e hyjt. Nëse nga ana e tyre nuk mungon e për këtë arsye të dërgojë misionarët që të ndreqin alltarët hyjt, të shumëfishojnë e të përhapë kultin hyjnor, e të përhapë besimin, e të përhapë besimin e shenjtë, të japë dorë njerëzve që janë në buzë të humnerës së ferit, e të shpëtojnë ata që të mos bien në gëriminën e dënimit të përjetshëm, të shndrisë e t'ia paraqesë hyjt. Për këtë arsye që paraqita, pasi u muar vesh nga Papa Urbani VIII, nevoja që ka Shqipëria për misione apostolike, dërgoi në këtë mbretëri për kthimin e popujve dhe për përforcimin në besim të këtyre popullsive të krishterë, etërit minor, observantët, reformatët të urdhit të Shën Franceskut. Kjo ishte kapitulli 4 i librit Relacion Universal, këto shkrime të shkruajtur të përmbledhura gjatë viteve 1630-1652, të cilat të dokumentet origjinale gjenden në bibliotekën e Fermos dhe janë botuar në këtë libër. Këtu e di që një pjesë e mirë e shqiptarëve patjetër që kanë gjykimet, para gjykimet e tyre, dikush do të shkruajë diçka, dikush do të shajë diçka tjetër, por dua të theksoj se unë dua të shfaq këtë libër me ju sepse janë arkiva ku mbase jo gjithçka është ajo që na ndon ose ajo që intereson disa njerëzve, por ke edhe pika të cilat duhet t'i kemi dhe t'i marrim parasysh. Njeriu duhet të lexojë, duhet të studiojë, duhet të shfaqë. Për sot mjafton. Mirupafshim.